profit dhe privilegje ata që kanë qenë 98-ën, që po thuti. Por ajo është historia e Kosovës, ajo është historia e venit tonë, dhe është e vetmja në historinë që kanë ekzistuar shqiptarë. Janë 3 lufta, lufta e Skënderbeut, lufta e dytë botnore, lufta nacionale shqiptare, edhe kjo që janë bërë në mënyrë të organizuar. Tani, tmetat, gjithkush e ka një pjesë të historisë ti, të veprimeve ti. Tendenca ka qenë dhe është permanente, me rajtë shumë, me ndryshu shumë. Menoj që Klosi ka qenë shumë i sinqert për pjesën që e din, ose pjesën që e ka bo, por nuk do me thonë që a i ka ditë gjithë. E mora përgjigjen. Ashtu është edhe këtu. Ajo ka qenë një përpjekje që menoj që Fatos Klosi ka ma shumë merita se shumë tjerë që flasin. Po, okej. Po, sepse ka pas rolin e tillë. Ka pas rolin e tillë, se ka pas dikush një rol edhe një mundësi tillë çfarë ka pas ai. Sepse e ka zgjedhë shteti i vet, sepse i ka dhënë kompetenca kryeministri, edhe ka pas mekanizmat me të cilët ka punu. Ka që është ajo punë. E tani, pse mos u marë? Na po merremi me luftën e Hazreti Muhamedit. Po, halo mirë. Për gjithë premte edhe për çdo vërre flasim që ka bo ai një 3 muaj ditë që u konë lufta atje dhe që është ka kriju fena. Tani, që ajo luftë ka kriju që të farë pavarësie që halas është bota më. S'pe më hoj kërkon tjetër që ka kontribu në variantin e vetë. Po të gjithë synojnë, me thonë, nuk kanë qenë ata, po kemi qenë na, po nuk janë dy parë. Ja, s'ka. është një e vërtet, pesh një e vërtet, janë arkivat, po besojt një 7-8 shteteve fëqishme, që dinë gjithë shka dhe kanë qenë prezente gjithkon, dhe është arkiva dhe shtetit shqiptar, është arkiva, menoj, në qofë se ka kun në i letër bakalli që tojnë ata në Shqipëri, ka edhe këtu në i letër bakalli i dikon. Nuk është, shikon, nuk ka qenë që këja hajde ta marri pushkë dhe dalim që ati mazgardhin. Jo, ka pas strukturat politike, ka pas financimin, ka pas përgjegjësit. Të metat, pastaj i diskutojmë nën me zvetin qofë se dojmë. Edhe pse jo dhe publikisht është mirë me i diskutu, sepse kur nuk ullën rreth tavolinës publike për me trajtu me fillu të një temë, ose të 2 tema, cilat janë diskutabile. Ka mjaftë për shka me folë, s'po du me nëzirë tema tune, por menoj janë edhe shumë qeshte që kanë bojnë edhe me pas luftën, sepse nuk mundet me met UÇK-ja fajtore pse kanë uzurpu njerëzit banesa në Prishtinë, ose pse kanë uzurpu dyqane, ose pse dikush i ka detyru me pagu riket pse kanë morë dyqanin, ju kanë qitë 2 fish, ashit atime. Atëherë, pse na mos me kriju një mekanizëm të shtetit me thonë, hajde, ose publik, ose humanitar, ose vetë shteti, mu morë, doj me këqyrë kur që ka bo. Njerëzit janë gjallë, edhe me mbyllë këto. Po politike si intereson, dhe po intereson akoma, me u marë me këtë temë, me folë keq për një parë, ta dikush e mbron vetën, dikush ashtu, dhe nuk ka nëjë profit. Menoj që historia është veç një, e vërteta për UÇK-n është veç një, nuk janë 2, dhe njerëzit që e kanë drejtu UÇK-n dijen. Edhe për aqë, po thoni Fatos Klosi, din qëndrën që kjo deklaratë? Që ka folë